Kjo shtëpi me rreth 375 metra katror ndodhet në fshatin Zërz të komunës së Rahovecit. Këtë shtëpi të projektuar në këtë mënyrë e bën edhe më madhështore ngjyra e hirtë e lehtë e kombinuar me ngjyrë qumshti, ndërsa kati përdhes i kësaj shtëpie nga jashtë është i mbuluar me gur origjinal spanjoll. Duke mos u përfshirë në metrat katror të shtëpisë, 40 metra katrori ka vetëm taraca kati të parë, ndërsa shtëpia ka edhe taraca të tjera, ku secila dhomë ka dalje në to. Hekurat mbrojtës që në këtë rast më shumë shërbejnë për dekor janë me dizajn Versace. Planin si shpeshifni, planin na ka marrë një architekt nga Prizreni. Kemi kërkuar për ti, kemi kërkuar disa specifika të veçanta që kemi kërkuar të jetë shtëpia më ekologjike, të jetë në mënyrë që të kursejmë pak më tepër shpenzimet në fillimit pak më të mëdha, po në tarmet kemi shpenzime më të vogla, edhe jemi ndat të kënaqur me projektin që e ka bërë për shkak se është punuar me material mjaft cilësor, është duke filluar nga izolimi që ka termoizolimi i jashtëm. Termoizolimi i jashtëm kryesisht është me stereopor që është 16 cm, është me fasadë, fasada është ka ardhur nga Gjermania, është fasadë mjaft cilësore. Kopshti i kësaj shtëpie përfshin rreth 700 metra katror. Me qëllim të kursimit të energjisë dhe depërtimit më të madh të dritës natyrale, të gjitha dritaret e kësaj shtëpie janë eko. Pas ambientit të jashtëm, ne vazhduam për në pjesën e brendshme të shtëpisë, dyert e së cilës janë prodhim vendor të punuara kryesisht me dru. Shtëpia ka 2 dhoma për qendrim ditor, njëra në katin përdhes, e cila është rreth 37 metra katror, ndërsa tjetra është në katin e parë. Mirë po, kjo e dyta ende nuk është mobiluar, pasi që shtëpia është e re, ndërsa mobiljet e porositura në Gjermani e kuzhina në Itali ende nuk kanë arritur. Mirë po duket se pronari i kësaj shtëpie nuk ka kursyer në investimin në këtë hapësirë, ku ka vendosur një parket të veçantë nga Gjermania, i cili ka ngjyrë kafeje, ndërsa vetëm abazhuri në këtë dhomë, i cili ka 99 drita të vogla, të cilat të ndrohen her pas here, ka kushtuar hiç më pak se €999. Kjo dhomë e ditës, e cila ka hapësirë rreth 33 metra katror, të ngjitur me të ka edhe hapësirën e kuzhinës me rreth 17 metra katror. Dalja në taracën prej 40 metrash katror e bën këtë hapësirë të shtëpisë më të preferuarën për pronarin e saj.
Dërsa nga kjo dhomë, e cila duket që do të duket e bukur në përfundim të saj, ne vazhduam për në pjesët tjera të shtëpisë, ku në për korridore është i vendosur granit italian i cili është kombinuar edhe me dyert, shkallët e hekurat mbrojtës të shkallëve. Graniti është italian, si shpeshini edhe vetë, graniti dhe hekri. Hekri është i plot i punuar, kemi zgjatë këtë dizajn për shkak se ka përshtat shtëpisë, në mënyrë që edhe është më i lehtë për mi mbajtje, mirë po edhe ashtu kemi planifikuar që do të del më bukur. Të gjithë korridoret janë të punuar në këtë mënyrë, me këtë granit, me këtë lloj, kemi shkuar 2 ngjyra për shkak se me përshtat pak i ka përshtat edhe murave, me thyp pak thjesht me thy ngjyrë, që mos të jetë një ngjyrë shumë është një ngjyrë e lehtë, e butë për syrin, nuk është një ngjyrë e fortë. Në këtë shtëpi janë 6 dhoma të gjumit, ndërsa më e madhja është dhoma me rreth 35 metra katror. Në kuadër të kësaj dhome është edhe banja e cila është e pajisur me elemente nga Italia, ndërsa pllakat janë prodhim spanjoll. Sikurse kjo banjë janë edhe 2 të tjera në këtë shtëpi. Pllakat janë prodhim spanjoll, kanë ardhur prej Spanjës. Elementet e banjës janë elementet kryesisht italiane, duke përfshirë kodën me jacuzzi, lavaborën. E gjitha këto janë do të thotë prodhime të Italisë, ndërsa pllakat janë prodhime spanjolle, janë kryesisht me bukurësi që kanë ardhur prej atje dhe elemente të tjera ka prej sholës të elemente Geberit, prej Gjermanisë që i kemi pru, dhe gjitha jemi mundu ta bëjmë sa më funksionale dhe sa më thjeshtë. Një rëndësi e veçantë është kushtuar edhe roletave të shtëpisë, të cilat janë digjitale. Ndërsa instalimi dhe të gjitha mjetet tjera që kanë të bëjnë me energjinë elektrike janë gjermane. Në të gjithë shtëpinë është e vendosur nxeja qendrore, ndërsa pajisjet për shpërndarjen e temperaturës të gjitha janë të ardhura nga Zvicra. Në këtë shtëpi me rreth 375 metra katror, në të cilën deri më tani janë investuar rreth 270.000 euro, janë të vendosura më shumë se 16 kamera të sigurisë.